jemi në një kontekst pothuajse pre-lufte, që do të thotë Macroni ka marrë në këto momente rolin e liderit evropian për sa i përket situatës që lidhet edhe me NATO, ku SBA-ja po kërcënon gjithnjë më shumë faktin që do të dali nga NATO dhe mendoj që në linjën e Trumpit dhe të gjuhës jo diplomatike të tij të autokracisë së komunikimit do ta quaja sot, ai ka për dal nga NATO. Dhe mendoj që këtu mund të vëmë edhe një bas të vogël. Pse? Ta shpjegoj, sepse ka ndryshuar interesat totalisht të Amerikës karshi konceptit mbrojtje. Pakti Atlantikut ra, duhet një rikonfigurim i ri. Rusia, me të drejtë, Lavrovi në politikën e tij thot, le ta provoj Macronit të afrohet sepse këtu e ka gjetur gjithmonë fundin e pushtimit në thonjza. Franca, historinë. Fushatën e Napoleon Bonapartit dhe historia e ka treguar që në Rusi efektivisht të gjithë kanë rënë,